Teatri Migjeni i Shkodrës u ndez mbrëmjen e së njëjtës me tingujt e një recitali të veçantë muzikor, ku flautisti Elvis Rudi dhe pianisti Marin Gjollma sollën për publiku një performancë të rafinuar. Koncerti i përfshirë në programin Kontrapunkt 2025 shënoi rikthimin e tyre në skenën shkodrane pas 2 viteve mungesë, duke sjellë me vete një energji të re artistike. Në interpretimet e tyre, Rudi dhe Gjollma sollën vepra të përzgjedhura nga kompozitorë të mëdhenj. Recitali i larmishëm ndërthuri elegancën baroke, vizualitetin romantik edhe ngjyrimet moderne, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë artistike. 2 instrumentistët ndanë emocionet e rikthimit në skenën e Shkodrës, duke konsideruar këtë event një takim të veçantë me publikun ardashës. Ne është hera e dytë që vim në Shkodër dhe vim pikërisht sepse na pëlqen me të vërtet ky teatr, sepse ka një energji të veçantë, por edhe publiku dhe njerëzit, sepse energjia vjen nga njerëzit, është një energji mjaft e mirë. Publiku i Shkodrës është gjithmonë një publik i veçantë, i cili mirëpret me shumë dashamirësi eventet artistike, spektaklet, koncertet, teatrot. Ky teatr është një teatr i cili për ne, flas për veten time, por këtu mund të flas edhe në emër të kolegut, është shumë i veçantë, ka një akustik shumë të mirë, ne ndihemi shumë mirë këtu sa herë luajmë dhe emocionet sigurisht në skenë 2 herë gjërat nuk janë njësoj, por ne u ndjem shumë mirë. Në mbyllje të mbrëmjes, publiku i pranishëm i përshëndeti 2 artistët me 2 artrokitje të zjarta, duke e kthyer performancën në një përjetim të paharrueshëm muzikor. Koncerti u mundësua nga Ministria e Kulturës, Bashkia e Shkodër dhe Teatri Migjeni.